Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saji mes Safas dhe Marwës. Tani jemi gati në përfundim të ritualit të umrës. Pas tawafit, umregjiu niset për saj. Pra ecjen mes Safas dhe Marwës. Kur afrohet tek Safaja, lexon ajetin inna safa wal marwata min sha'airillah. Me të vërtet, Safaja dhe Marwaja janë prej simboleve të Allahut azza wa jall. Pastaj ngjitet në Safa, e sheh Qabën, ngre duart lart dhe lutet. Një nga lutjet që e bani Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Këtë lutje e përsërit 3 herë. Dhe ndërmjet tyre ban dua sipas dëshirës. Pastaj zbret prej Safas drejt Marwës, në distancë ku ndodhen dritat jeshile. Aty kur vjen te dritat jeshile, shpejtohet, nxitohet, pa u rreziku, derisa të arrijë tek dritat e dyta. Mbas saj vazhdon ecjen normalisht deri në Marwa. Atje drejtohet ka kibla pranë Marwa, ngre duart lart dhe thot lutjen e njëjtë si në Safa, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gjatë gjithë sajit mund të lexoj Kur'an, mund të bëj dhikr, mund të lutet sipas dëshirës. Pra, besimtari vazhdon të ecë ndërmjet Safas dhe Marwës 7 herë. Llogaria bëhet kështu: Safa Marwë 1, Marwë Safa 2, derisa të plotëson 7 ecje, 7 xhiro. Më pas, nëse është burr, pas Safas, pra nëse është burr, kryen ruajtjen e kokës, qetjen e flokëve ose ruajtjen e kokës. Ruajtja e kokës është më mirë. Nëse është grua, pret vetëm se majat e flokëve. Të nderuar umreqi, me këto veprime, umreja jote përfundon. Besimtari ti del prej ihramit dhe të lejohet çdo gjë që e kishe ndaluar më parë gjatë, derisa ki vesh ihramin, ki bo niyetin dhe e kryte umrën. Ky është plotësimi i ritualit pra haxhi e umrës, shpirtënore dhe pastrimit trupit dhe shpirtit. Saji i fundit pra, saji ecja e duas, lutjes dhe besimit tënd. Allahu e pranoft umrën tënde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.